vazhdimisht kritike. Patjetër, pra presioni është rritur nga jashtë. Tani shqiptarët duhet të bëjnë punën e tyre, duhet të rrisin ata presionin nga brenda. Jemi në një moment ndryshe nga çdo moment tjetër në këto 12 vite, sepse ka rënë ai muri i padukshëm diplomatik që rrethonte Shqipërinë prej shumë kohësh, me diplomat edhe disa të blerë, disa të korruptuar, disa që silleshin si pjesë e qeverisë shqiptare dhe jo si përfaqësues të shteteve nga vinin. Ka rënë gjithë këto, ndërkombëtarët janë ndërgjegjësuar dhe fal punës që ka bërë Partia Demokratike, opozita shqiptare në tërësi, në raport me ta, me faktimin e zgjedhjeve. Ne pam raportin e OSBE-Odirit, ku thoshte është mjekulluar vija ndarëse mes partisë dhe shtetit. Nëse të thuhet kjo gjë, që nuk është as në Serbi me thënë të drejtën, e shkruar e mbi të bardhë në këtë mënyrë, do të thotë që këtu ke një parti shtet. Nuk jemi në një rend demokratik, në një sistem demokratik. Dhe natyrisht që kjo ka efektin e vet në të gjithë kancelarit perëndimore. Në Shqipëri përmendej në raportin e OSBE-Odirit, e shkruar e zeza mbi të bardhë, impakti i krimit të organizuar. Nuk është as në Serbi kjo fjali për krimin e organizuar. Përmendej Fieri, ku ishte drejtuese politike vend kryeministre sot përballë drejtësisë, po natyrisht me imunitetin politik që i jep Partia Socialiste. Gjithë shteti thoshte u shkull nga Tirana dhe vajti në Fier të bënte fushat. Pra janë gjithë këto elemente të cilat e tregojnë ashtu si në Venezuelë para një viti që nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por Berisha tha shqiptarët tani shqiptarët duhet të bëjnë punën e tyre, të mbushin sheshet, sepse presioni nga jashtë është duke ardhur ndryshe nga çdo moment tjetër, dhe kjo duhet të shërbejë edhe si inkurajim për qytetarët shqiptarë dhe të friksuar, të trembur pa diskutim nga këto 12 vite që të ngrihen edhe atë revoltën që shpreh në kafenet, ta shpreh në bulevard aty ku vërtet ka rëndësi. Berisha tha sot që nuk presin që të vinë forcat Delta, por do të jetë opozita ajo që ta rrëzojë qeverinë. I kujtoi Ramos edhe dosjen me Gonigal që sipas tij është e hapur andaj. Kjo nuk besoj që do të thotë që për çdo hetim apo gjykim që mund të bësh edhe bashkëpura për çdo individ të vinë ta marrin në çdo vend. Nuk dërgon njeri helikopterët deri në Shqipëri. Në një vend antar të NATO-s, edhe bie plotësisht dakord me zotin Berisha, e dëgjova dhe unë kur e tha, dhe unë jam tërësisht i bindur për këtë. Shqiptarët do duhet të ngrihen të mbushin bulevardin për veten e tyre, nëse duan një të ardhme më të mirë për ta quajtur Shqipërinë shtëpinë e tyre sërish, dhe duhet të bëjnë këtë presionin e brendshëm në mënyrë që të përputhet me presionin e jashtëm që është duke ndodhur faktikisht. Dhe vetëm në këtë mënyrë ndodh ndryshimi, jo për të sjellë për faktin që për të sjellë opozitën në pushtet, po për të risjellë një gjë që ka humbur këtë dekadën e fundit në Shqipëri, që janë garancimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ajo që kërkon opozita shqiptare dhe që unë mendoj është e drejtë dhe bien dakord pjesa më e madhe e shqiptarëve është një qeveri teknike që do të mundsoj këtë gjë. Do të mundsoj çlirimin e administratës nga presioni masiv që është. Ne jemi të vetëdijshëm se jetojmë këtu se si administrata është në presion për të dalë në takime elektorale, për të bërë lista votuesësh, për të gjetur nga jashtë votues për majorancën, se nuk besoj se majoranca ushtron presionin që ata të votojnë për opozitën. Për të çliruar nga ana tjetër shoqërinë shqiptare që është kriminalizuar në tërësinë e vet dhe që është në presionin e krimit vazhdimisht, nga kartelet e drogës, nga gjithë këto grupet e krimit të organizuar. Këtë gjë duhet të bëjë qeveria teknike dhe të garantojë që shqiptarët të shkojnë dhe të votojnë të lirë. Më pas është hapi tjetër se për këtë do votojnë shqiptarët. Ajo është pjesë e fushatës elektorale. Unë natyrisht kam preferencën time si pjesë e opozitës që të fitoj Partia Demokratike. S'ka asnjë dyshim, sepse mendoj që i ka dhënë në të kaluarën Shqipërisë qeverinë më të mirë që ka pas ndonjëherë Shqipëria, me uljen e taksave, reforma energjetike, rrugët që u bën, futja në NATO, gjithë proceset për antarësimin në Bashkimin Evropian e kështu me radhë, por do ta vendosin shqiptarët të lirë se kë duan që t'i qeverisi ata në një të ardhme. Që të arrijmë aty, duhet të bëjmë të gjithë këto hapat e tjerë, protestat e qëndrueshme dhe të vazhdueshme, qeveria teknike dhe më pas gjithë ky çlirim i shtetit shqiptar nga të gjithë këto probleme që përmendam sipër. Edhe diçka të fundit kam se në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort janë 3 vendime që e kanë prekur edhe Shqipërinë në muajin e fundit, pra ose më saktë në javët e fundit nga Shtetet e Bashkuara. Ligjin që ju e përmendët në Senat apo Kongres që ka vëmendje për Ballkanin, pezullimi i lotarisë, por kjo ishte edhe për gjitha vendet e tjera, pas sulmit në universitet,
Po ndërkohë ne kishim dje edhe një postim, besoj ju e keni parë, të presidenti Trump për vendet, për familjet që ndodhen në Shtetet Bashkuara nga vende të ndryshme të botës, nivelin e cilëve që mbështeten mendim ekonomik, edhe Shqipëria kishte gati 41.3%. Pra, çfarë do të thotë kjo edhe ndihmës ekonomike, se aksionin për emigrantët e kemi parë, e ka qenë edhe pjesë e fushatës, edhe e vendimeve që sapo erdhi presidenti. Po kjo e fundit tani po paralajmëron diçka? Po nuk besoj, së pari për lotarin sërish nuk na prek. Nuk e ka e fundit e kam, ishte e përgjithshme lotarisë, por ne ishim aty. Po pra, është e përgjithshme. Dhe është kjo gjë edhe për ta kuptuar, domethënë presidenti Trump ose kjo administratë apo republikanët të djathtët në përgjithësi në dy anët e Atlantikut nuk janë kundër emigracionit. Janë kundër emigracionit të jashtëligjshëm. Emigracioni i jashtëligjshëm me kufijtë e hapur ku kushdo mund të vinte nga çdo cep i botës, njëri me qëllime të mira apo të këqija, pjesë e grupeve kriminale apo qytetari thjesht që ikën nga vështirësitë ekonomike, luftrat e kështu me radhë, futeshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo dhe në kontinentin evropian. Tani, asnjë vend nuk funksionon pa kufi të mirë përcaktuar dhe me një farë kontrolli për ata që futen, është shumë normale. Ne mbyllim derën me çelës natën, jo sepse jeni racist apo ksenofob ndaj komshinjve tan, por për shkak të sigurisë, sepse mund të jetë 1 në 10, 20 apo 1 në 100 njerëz të cilët mund të vinë dhe të bëjnë një dëm të caktuar. Kjo është logjika që funksionon sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me kufi të kontrolluar. Për shkak se është bërë një problem shumë i madh në të kaluarën, për shkak të këtyre ekseseve të politikës migratore të qeverive të mëparshme, kryesisht të majta, presidenti Trump dhe kjo administratë thotë që neve tani në këtë moment do duhet të bëjmë një review të gjithë situatës dhe gjithë politikave migratore që kemi, në mënyrë që të shikojmë si është situata, cilat politika bëjnë, cilat politika nuk bëjnë, dhe të vazhdojmë përpara me ato politika që bëjnë apo që i shërbejnë interesave të Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç duhet funksionojë çdo shtet, çdo qeveri që duhet të vendosi interesat e vendit vet përpara. Për sa i përket shifrës me asistencë ekonomike, sërish nuk është se ishte vetëm për Shqipërinë. Ishte një listë e gjatë e grupimeve të ndryshme, po themi jo që kanë lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë bërë amerikanë më pas, të cilët marrin asistencë. Tani sërish kjo është në kuadër të kësaj logjike. Ka emigrant të jashtëligjshëm të cilët përfitojnë nga paratë e taksapaguesve amerikanë. Në mënyrë të jashtëligjshme, pra duke shkelur rregullat, po heq pjesën humanitare të cilët ata janë marrë, janë futur, janë lejuar të shkojnë në Shtetet e Bashkuara e kështu me radhë. Ka që abuzojnë me këtë fakt. Kemi rastin e atyre që vinë nga Somalia në shtetin e Minnesotës, ku dëmi që i është bërë taksapaguesve amerikanë është me miliona, me 10 miliona, 100 miliona dollar. Pra është një dëm i konsiderueshëm i këtyre parave të taksapaguesve që përfshihen më pas në skema mashtrimi apo skema abuzuese. Dhe ishte një rast konkret. Pra sërish këtu, për shkak të dështimeve të këtyre politikave apo të zbatimit të ligjit nga administrata të mëparshme amerikane, ka ardhur nevoja për të bërë një review, një rishikim të situatës, se ku jemi me ndihmën që jepet, cilat janë grupet që marrin këtë ndihmë nga paratë e taksapaguesve amerikanë, ku shkon kjo ndihmë e kështu me radhë për të parë ka abuzim apo s'ka abuzim. Dhe këtë duhet të bëjë çdo qeveri në çdo vend të botës. Ishte dozh që bëri Trump sapo erdhi me Elon Musk, të njëjtën gjë un kam thënë dhe më përpara që Partia Demokratike do duhet bëj kur të vinë në pushtet, një departament ose një mekanizëm për të audituar shtetin shqiptar, si janë përdorur paratë e taksapaguesve shqiptar, deri ku ka shkuar abuzimi e kështu me radhë. Është gjëja më logjike që mund të bëjë çdo qeveri në çdo vend të botës. Nikola, faleminderit shumë për bisedën dhe të uroj një vit të mbar. Faleminderit ju, një vit të mbar për ju dhe të gjithë shikuesit tuaj dhe lexuesit. Faleminderit.